Dhe do flasim në minutat në vazhdim për qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës, karshi situatës të krijuar politike, cila është zgjidhja më e mirë sipas PDK-s për ngërçin institucional. Ka gjasa që të shkrihen akujt midis lëvizjes Vetëvendosje dhe PDK-s për një koalicion bashkëqeverisës, këto dhe të tjera i flasim në minutat në vazhdim bashkë me Rashid Çoalaj nga PDK. Zoti Çoalaj, përshëndetje të mirëseardhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe zoti Çoalaj, me gjë kanë mbetur pra edhe 2 javë gjysmë deri në përfundimin e afatit kohor për konsiderim të Kuvendit Kosovës. Sipas jush, a ka gjasa që një gjë e tillë të ndodhë dhe krijimi i institucioneve të bëhet brenda këtyre afateve? Po shpresoj që po ju dëgjon partia në pushtet dhe partia që ka fituar shumicën e ulseve në Parlamentin e Kosovës, që afati kohor po vije, që po përfundon dhe është dashur tashmë që të kemi spakut Kuvendin e konstituuar dhe kryesinë e Kuvendit. Mirë po si duket, nuk po ju ngutët për shkak se janë duke bërë matematikat e tyre. Mendoj që është gabim, mendoj që Kosova sa më shpejt që është e mundur, është dashur me i pas institucionet tani, për shkak se kemi humbur shumë, jemi mbrapa me shumë procese të cilat janë të rëndësishme për Kosovën dhe mendoj që çdo hap i cili bëhet në llogari të zvarritjes së krijimit të institucioneve është i gabuar dhe besoj që nuk do ndonjë koment veçantë. Unë nga këto i bëj thirrje edhe zotit Kurti, edhe partisë që ka fituar më shumti ulse në Parlamentin e Kosovës, që sa më shpejt që është e mundur të ndërmarrin iniciativa për formimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Dhe zoti Çoalaj, sipas jush, kujt mund të konvenoj kjo zvarritje, sepse vazhdimisht po përmendet kjo pjesa se po ka zvarritje për krijim të institucioneve, por kujt mund t'i konvenonte? Po nuk e di se kujt i konvenon, po e di që më spaku apo fare si konvenon popullit të Kosovës. Ne u banën 2 vite që nuk kemi institucione funksionale, po flas për kuvend, për qeveri dhe presidencë. Në fakt për presidencë ka disa muaj, po flas për qeveri dhe parlament. Atë çka mund të them që ndoshta zoti Kurti me qëllim është duke e zvarritur këtë proces në mënyrë që të manipulojë dhe të keqpërdor buxhetin e Kosovës për qëllime elektorale, për shkak se ju e dini që kur nuk ka kuvend të konstituuar, nuk mund të thirren ministrat në debat, nuk mund të thirren ministrat në komisione parlamentare, kryeministri nuk mund të raportojë para kuvendit për gjitha ato që ne po i shohim çka po ndodh me buxhetin e Kosovës. Po ashtu jemi dëshmitar që këto ditë po emërohen zëvendës ministra në përministrit në të qeverisën e tyre, që është gabim. Pra rrjedhimisht Vetëvendosjes mund t'i konvenojë kjo situatë, me që vazhdon të jetë si qeverinë e tyre. Po them që qeverisën e tyre, për shkak se nuk mund flas që i konvenon ndonjë parti tjetër, jo PDK-s, dhe aq më pak popullit të Kosovës. Sepse në fakt edhe Kurti kishte deklaruar më njëherë pas rezultatit zgjedhor të 7 qershorit se Kosova e ka qeverinë, e ka presidentën, por nuk ka vetëm kuvend. Kosova e ka qeverinë, po s'ka qeverisje. Kosova ka ushtruese detyrës presidentes, po s'ka presidente. Kosova fatkeqësisht nuk ka as kuvend. Kosova nuk ka as program, as mënyrë se si të menaxhohen krizat e shumta të cilat po ballafaqohet qytetari i Kosovës. Fatkeqësisht kemi një qeverinë detyrë, e cila më spaku të ditë qeverisë, po që e ka marrë një zanata quaj ashtu për keqeverisje dhe për manipulim me buxhet Kosovës. Nëse zoti Çoalaj është kështu, atëherë pse besoni se votuesi i qytetarit Kosovës në fakt po nxjerr të parën këtë parti? Po shqetësoni, ne e kaluam një proces zgjedhor, fatkeqësisht pam që shumë qytetarë të Kosovës kanë vendosur që mos dalin fare të marrin pjesë në procesin e votimit ditën e diel. Kjo është një fatkeqësi për popullin e Kosovës. Po ashtu e pam që kemi një rezultat i cili prapë quaj fatkeqësi për këtë vend, për shkak se kjo garniturë politike, ky koalicion që është me Vetëvendosjen, realisht qeverisjen e ka në plan 2, ndërsa ke qeverisjen e ka në plan parë. Ajo që mund të them është që Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca, nuk kemi bërë sa duhet që ta bindim qytetarin, pra kjo u vret me anën e votave që i morëm. Pra kemi ndëshkem edhe të partive opozitare pa ashtu. Po qytetari i Kosovës është lodh. Qytetari i Kosovës është lodh nga një situatë e cilën po e kalon që vite, ka disa vite, pra unë mund të them që jo vetëm këto 2 vite që jemi me qeverinë e tyre, po mund të them që nga viti 2021 qytetari i Kosovës është duke jetuar shumë keq, është duke jetuar me një krizë të rënduar ekonomike, është duke jetuar me rritje çmimeve, me një inflacion
shumë të madh, është duke jetuar me një shëndetësi të degraduar, me fjalë tjera është duke jetuar me institucione të degraduara, shumë të rinj po na ikin nga vendi, fatkeqësisht kemi mbet pa tri dhe pa treja, dhe mendoj që është koha e fundit që ne përpiqemi që t'i krijojmë institucionet, normalisht që institucionet duhet t'i krijojë ai që ka fituar shumicën në Parlamentin e Kosovës, e që kjo është lëvizja vetëvendosje, është zoti Kurti. Po, ndjej se bëjmë të pres, por çfarë sipas jush duhet të ndryshoj në çështje lëvizja vetëvendosje, krahasuar me çështjet që kishte pasur edhe para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, sepse nëse pyetet vetëvendosja, ta thonë se ne kemi ofruar disa opsione për të zgjidhur ngërçin institucionale dhe herën e kaluar, pra para se të shkojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Përveç një propagande boshe që përdorin vazhdimisht, nuk ka pas asnjë iniciativë serioze në krijimin e institucioneve të Kosovës. Ju e keni pa atë periudhën kohore ku pas gjykimit të gjykatës, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, edhe pse ishin detet të caktuara në afati pra për zgjedhjen e presidentit, zoti Kurti deri në 4-5 ditë të fundit as që ka bërë ndonjë hap, njëjtë është duke vepruar tani, e patëm një ftesë edhe Partia Demokratike e Kosovës, dhe ju e dini që gjithmonë sa herë që ka pas ftesë, kryetari i Partisë Demokratike ka shkuar në mënyrë që të tentoj që të gjejë një zgjidhje, bisedoj me fituesin e zgjedhjeve, edhe këtë rast zoti Bedri Hamza, kryetari i Partisë Demokratike, normalisht ka planuar thirrjen, kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur që të shkojë dhe të përfaqësohet nga kryetari me bashkëpunëtor dhe të tentojnë që të bëjnë një të pamundën për krijimin e institucioneve. Fatkeqësisht nuk kemi pasur një zhvillim pozitiv për shkak të mungesës së vullnetit të zotit Kurti, edhe pse ai po deklaron, edhe pse ai dhe eksponentët e partisë së tij po deklarojnë që ne kemi çuar një letër, i kemi ftuar, nuk mjafton. Për krijimin e institucioneve duhet marrëveshje politike, dhe marrëveshje politike bëhet kur ne të dy bisedojmë dhe bashkërisht gjejmë një zgjidhje. Absolutisht është e papranueshme që ta ftosh dikën në bisedë dhe pastaj ti diktosh kushte. Kjo nuk shkon, për shkak se çështja e presidentit është një çështje e cila është shumë e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme vetëm zgjedhja e presidentit, por është e rëndësishme edhe funksionimi i institucioneve të Kosovës. Duhet të marrim shembull nga e kaluara, ku jo gjithmonë partia fituese ka pasur presidentin apo kryeministrin, po gjithmonë është gjetur një kompromis, është marrëveshje politike dhe pastaj institucionet janë krijuar pas një problem. Pra, po thoni se nuk duhet të ketë kushte nga partia e cila të fton për takim. Dihet që Hamza kishte zhvilluar një takim me Kurtin, për cilin Kurti tha se ka qenë takim konstruktiv, megjithatë nuk është se pati ndonjë rezultat konkret. Me çfarë oferte ose çka u diskutua më konkretisht përveç asaj ndoshta që është thënë shumë sipërfaqësore? Unë nuk mund të flas për detaje se çka është bisedu, për shkak se ju dini që pra ka ardhur me ndonjë ofertë më konkrete vetëvendosje për PDK. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka dhënë detaje në lidhje me diskutimet në publik, dhe unë do të jemi kujdesshëm që mos të jap detaje, për shkak se nuk ka pasur ndonjë zhvillim, ndonjë ofertë serioze. Atë çka ne kërkojmë është që sa herë që të bisedojmë për krijimin e institucioneve, paraprakisht do të bisedojmë të merrem vesh se si do të funksionojë ky shtet, si do të bëhet me ekonominë, si do të bëhet me shëndetësinë, si do të bëhet me arsimin, si do të bëhet me financa, si do të menaxhohen financat e shtetit. Pra është çështje programesh. Hamza kur kishte hyrë në takim, kishte thënë se nuk kemi vijat kuqe si PDK. Në farë forme hyri më optimist, me një disponim, me një entuziazëm më të madh takim, por pastaj kur doli. Po besoj që kjo çështje e vijave të kuqe është çështje që është banalizuar temase. Mendoj që më shumë është çështje e programit dhe mënyrës se si do të qeverisës. Pra nuk mund të qeverises me dikën i cili nuk ka program zhvillimit ekonomik, po qeveris ad hoc, me dikën që kesh përdor buxhetin e shtetit Kosovës duke ndarë ato ndihma 100 euro, 200 euro, ndërsa nuk bëhet me buxhet. Të gjitha kategoritë e këtij vendi që marrin pagë dhe pension nga buxheti i Kosovës ka nevojë për më shumë para, mirë po që ato para të jepen nga me listë i cili votohet me buxhet i cili votohet në Parlamentin e Kosovës. Pra është mënyra se si funksionon shteti dhe si një klasë politike, një parti politike e kupton se si duhet funksionojë institucioni i Kosovës, këtë rast qeveria e Kosovës, Ministria e Financave. Pra nuk mund të veprosh si të duash me buxhetin e shtetit. Kuleta duhet menaxhohet në mënyrë shumë të kujdesshme, në mënyrë shumë transparente, e jo për qëllime elektorale, të bëhen lloj-lloj vendimesh të cilat unë besoj që një ndarë me të afërt do të kontestohen shumë nga aspekti legal.
Dhe zotë Gjalaj, kishte qenë pra dhe deklarata e kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, i cili tha se ne kemi vendosur të jemi opozitë konstruktive. Dhe një farforme keni përjashtuar pra çdo lloj mundësie të bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje për pjesën e bashkëqeverisjes, kam fjalën. Është çështje e cila besoj që do të diskutohet ende në organet drejtuese të partisë, mirë po kemi thënë që do të jemi në opozitë dhe do të qëndrojmë në opozitë për shkak se nuk kemi pa mundësi të bashkëpunimit në çështjen e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje, thjesht për shkak të asaj se si kuptohet funksionimi i shtetit. Dhe besoj që si parti nuk keni parime, kritere të njëjta? Nuk kemi duke vrapuar mas lëvizjeve vetëvendosja në asnjë moment, nuk jemi duke ju nënshruar lëvizjen vetëvendosje në asnjë moment, jemi para të që Kosova të ketë institucione ashtu si ka hije një vendi demokratik, kemi mbetur mbrapa shumë, po shihni se çka po ndodh në botë, çfarë situatash emergjente kemi kudo, ndërsa ne një vend i vogël, një vend i dobët ekonomikisht, jemi pa qeveri funksionale, jemi pa president, jemi pa kuvend dhe jemi me shumë institucione, me shumë detyre që besoj që nuk i vën nder Republikës Kosovës. Dhe zotë Qalaj, si përgjigjeni edhe atyre zorave, atyre komenteve se Partia Demokratike me këtë qëndrim, se do vazhdoj të jetë opozitë konstruktive, një farforme i ka ikur përgjithësisë së saj për krijim të institucioneve, në këtë rast bashkarisht me vetëvendosjen. Sepse mbase është kritikuar nga njës të fushës politikës, pra të skenës politike, se nuk do duhet që ky qëndrim të ishte qysh në start. Mbase të diskutojë edhe më tepër, të shiheshin gjasat dhe alternativat. Po mendoj që nuk është fundi i botës, nuk është ndërprej gjithçka. Mirë, po ne kemi qendrin tonin. I takon zotit Kurti, i takon lëvizjet vetëvendosje që të bëj hapat e duar, që të bëjë përpjekje përveç Partisë Demokratike edhe me parti tjera, që të krijohet institucione, të krijohet shumica për zgjedhjen e presidentit apo presidentës. Mendoj që po them, normalisht çdo deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka përgjegjësi edhe individuale, edhe përgjegjësi në kuadër të grupit parlamentar dhe të partisë që përfaqëson, mirë po iniciativat, gjithë ato duhet të shkojnë nga ai që ka fituar zgjedhjet. Megjithatë Kurti edhe pas takimit me Hamzën kishte deklaruar se përgjegjësia për qeverinë edhe për kuvendin na bie ne si parti pra si vetëvendosje, ndërkaq për presidentin duhet ta kemi përgjegjësinë të gjithë. Çka nuk kupton kjo sipas jush? Që Kurti do marrëveshjen vetëm për postin e presidentit? Është lehtë, mirë po veprimet që po i bën. Shikoni, patëm caktimin e kryeprokurorit të shtetit. Mendoj që un kam problem me procesin, jo me personin, se personi nuk është aty rëndësishëm procesi. Pra në kohën kur pritet që të krijohen institucionet, në kohën kur partitë politike disa janë duke bëj thirrje, e kam fjalën për lidhjen ndërmjet të Kosovës, e cila është e gatshme apo ka vullnet, apo shumica prej tyre kanë vullnet që të krijojnë një koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Dhe në kohën kur krejt Kosova është duke prit iniciativa nga zoti Kurti për marrëveshje politike, ai bën hapa të njëanshëm për zgjedhjen e personave në pozita kyçe të këtij vendi. Zgjedhja e këtij prokurorit në këtë situat mendoj që është gabim. Procesi është bërë nën thirrjen e ushtruesës detyrës së presidentit zonjës Haxhiu, që Këshilli Prokurorial të shpall konkursin për kandidat për kryeprokuror të shtetit, që mendoj që Këshilli Prokurorial ka gabuar. Nuk ka qenë momenti, besoj që ka ra në nivel të ndikimit politik, absolutisht po, për shkak se ka ndodhur vetëm 2 ose 3 ditë pas thirrjes që ka bërë ushtruesja e detyrës presidentit të vendit. Dhe pse besoni atëherë se vetëvendosja do mund ta kishte shfryzuar politikisht këtë? Absolutisht, ju e keni pa deklaratën e zotit Kurti, që thotë që edhe prokuroria nuk duhet të jetë dhe nuk mund të jetë e pavarur nga qeveria, që është gabim. Ky vend funksionon në këtë mënyrë, pra nuk funksionon që institucionet e drejtësisë të janë të varura nga qeveria, pa ato duhet të jenë plotësisht pavarura nga qeveria, ndërsa të përkrahen me buxhet dhe mjete tjera nga qeveria e Kosovës. Zotë Qalaj, përmendet pak edhe pjesën e lidhjes demokratike të Kosovës, dihet situata dhe kriza e brendshme në këtë subjekt politik. A besoni se ndoshta pamundësia për të bërë një koalicion me LDK-n, pikërisht për shkak të situatës aktuale aty, i rrit gjasat për një koalicion me PDK-n, ose i rrit preferencat e vetëvendosjes karshi PDK-s? Shqiptari, fillimisht nuk jam i prirur ti komentoj ngjarjet që zhvillohen në lidhjen demokratike të Kosovës. Është çështje e brendshme e tyre, edhe pse shumë eksponentë të lidhjes demokratike për më sukses shpesh gjuajnë nga PDK-ja, dhe duke akuzuar PDK-n se gjaja se kontrollon një pjesë të figurave të rëndësishme të PDK-s, gjë që nuk qëndron. Edhe një pjesë eksponentë të PDK-s kanë thënë këtë. Po kanë thënë, po gjithmonë
ata e kanë kauz. Pra lëvizja vetëvendosje, po besë dhe Lidha Demokratike kanë kauz sulmimin e Partisë Demokratike të Kosovës, me qenë se nëse nuk e sulmojnë PDK-n, nuk kanë s'ka bëjt i Lidha frikohen Demokratike besoni që gjithë apo një pjesë? Segmentet caktuara, gjithmonë kanë hedhur akuza ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, e po ashtu mos flasin për lëvizjen vetëvendosje, ata kanë kauz kryesore, me qenë se po mos ishte kauza e sulmit ndaj PDK-s, ata s'mund të ekzistojnë, vdesin politikisht. Mirë po, për Partinë Demokratike të Kosovës është më rëndësi që ky shtet ketë institucione dhe të ecim normal sikur gjitha shoqëritë tjera në ajo. Por a prisni atëherë ftesa të tjera nga lëvizja vetëvendosje? Është çështje e lëvizjes vetëvendosje, është çështje e zotit Kurti që nëse konsideron që duhet ftuar Partinë Demokratike të Kosovës, mund t'i dërgojë ftesë, pastaj janë organet e partisë që do ta shqyrtojnë dhe pastaj do të kemi një përgjigje publike. Mësat, ju si PDK do jeni të gatshëm në një farë forme të kontriboni në secilin variant për krijim të institucioneve? Po nuk mund të them që ne nuk mund të flasim në emër të partisë, meqense se kemi diskutuar këtë ditë çështjen e vazhdimit të këtyre negociatave. Nëse ju duhet opinioni personal, mund ta jap, që unë jam kundër një bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendosje, absolutisht kundër, përderisa kemi një çështje të gabuar në mënyrën e drejtimit të vendit. Pse, zoti Çalaj, kundër në rast se dikush nga partitë opozitare duhet ta bëjë një farë mund qeverisës me dikë që në vazhdimsi e shkel kushteturin e këtij vendi. Si mund bësh pjesë e një karvane të ecjes përbashkët në udhëheqjen e këtij vendi me ministra, me shkelje kushtetuese, me akt akuza, me keshpërdorime, me gjitha ato gjërat që cilat të aq më shumë, kur një subjekt politik nuk e ka bërë asnjë hap për ndihmën qoftë juridike të liderëve tanë, të vëllezërve tanë që i kemi ne. Por pse të mos ndodh një bashkëpunim për hir të institucioneve të vendit? Sepse në fund të fundit, zoti Çalaj, është zgjedhje e qytetarit, kjo që e ka bërë. Po dhe qytetari e ka dhënë mandatin zotit Kurti që të bëjë përpjekje për krijimin e vendit, ne po i themi që urna merr iniciativa, formon institucionet. Deputetët e Parlamentit të Kosovës do të jenë në opozitë, do të jenë në Kuvendin e Kosovës, do të japin kontributin e tyre dhe prapë po themi, po të kishim na ata numra që ka lëvizja vetëvendosje, moti që krijojnë institucionet. Moti, shumë kohë më parë. Dhe zoti Çalaj, është diskutuar shumë edhe kjo pjesa se edhe në partitë opozitare sidomos nuk është se i kanë qëndrimet e njëjta në karshërinë situatave të caktuara pra politike. Po është normale. Po. Besoj që është normale, është demokraci, çdo njeri ta ketë mendimin e ndryshëm, mirë po spakon të Partinë Demokratike të Kosovës për të mund të flas me kompetencë, të gjitha këto mendime të cilat janë të ndryshme, ka figura të rëndësishme në parti që janë pro dhe kundër, që është normale. Mirë po pastaj kur diskutohen në organet e partisë, ne kemi një qendrim dhe dalim me një qendrim gjithmonë. Sepse është komentuar edhe ajo deklarata e Sami Lushtakut se ai do jap dorëheqje në rast se PDK hyn në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Është një qëndrim i zotit Lushtaku që duhet respektuar, me qenë se është një njeri respektuar në Partinë Demokratike të Kosovës, sikur që ka edhe zëra tjerë që duhet shkuat në Parlamentin. Jo e pa zotin Haliti, ditë më parë që deklaroi që nuk duhet përjashtuar mundësia, pra janë mendime dhe qëndrime që duhet respektuar. Mirë po ato qëndrime pastaj diskutohen në organet e partisë dhe merret një vendim për cilën duhet zbatojmë gjithë. Dhe zoti Çalaj, në rast se ju në një koalicion bashkëqeverisës me lëvizjen vetëvendosje, a do ishte PDK-ja e gatshme SPAK-u të bashkëpunoj ose të jap votën e saj pro vetëm për çështjen e presidentit? Nuk besoj, për momentin nuk besoj, ende do diskutuar në forumet të ndryshme të Partisë Demokratike të Kosovës, nuk kemi ardhur ende në atë situatë, besoj që ne do të vëzhgojmë se si do të ndodhë, çfarë iniciative do të merr zoti Kurti dhe si do të rrjedhin gjërat. Mirë po besoj që organet e partisë në takimin e radhës besoj që do të kenë këtë temë, e cila është shumë e rëndësishme për vendin dhe cila besoj që pastaj do dalim me qendrim publik. Sepse nga lëvizja vetëvendosje vazhdimisht e thonë se duhet të jetë një figurë konsensuale, një figurë apartiake. Pajtohen plotësisht. Në rast se do kishte qenë kështu atëherë, do ishte më lehtë të ishin edhe votat e partive opozitare. Unë pajtohem plotësisht që duhet të jetë një person, një personalitet që paraqet një unitet. Me qenë se e kemi situatën si e kemi mënyrën e zgjedhjes presidentit, mendoj që është i gabuar, dhe është shumë më mirë po zgjedhjet nga populli direkt. Mirë, po me qenë se e kemi këtë situatë, besoj që presidenti do duhet të ishte një personalitet i cili do të ishte një figurë unifikuese e popullit të Kosovës. Mos harrojmë që e kemi një situatë tejet
polarizuese në politikën kosovare, është fatkeqësi e madhe dhe kjo situatë besoj që kërkon që ta kemi një president i cili edhe i ul tensionet, edhe unifikon partitë politike, spakut në temat të cilat janë të rëndësisë veçantë për vendin. Megjithatë, besoni se qenit vetëm një figurë konsensuale dhe apartjake nuk mjafton si kriter për të ofruar edhe votën Partia Demokratike e Kosovës, sepse nëse shumë qëndrimin e vetëvendosjes, ata thonë se edhe herën e kaluar e propozuan zonjën Feride Rushitje, si një figurë apartjake. Por megjithatë nuk është e morin mbështetjen e opozitës për shkak të mosdiskutimeve parapake. Herën e kaluar e kemi po gjithsesi si ka vepruar dhe jam shumë i lumtur që se kemi votuar. Jam shumë i lumtur që se kemi votuar për shkak se ka qenë gabe mënyra se si është propozuar gjitha ata kandidatë që kanë qenë, po flasim për marrëveshje politike. Dhe s'mund ketë zgjedhje të një personaliteti për president pa marrëveshje politike. Pastaj kur palet merren vesh. Po thoni marrëveshje politike, zotëri Çaraj, çka po nënkuptoni më saktësisht? Po shikoni, kur dy parti apo më shumë ulen dhe diskutojnë për jo vetëm për ndarjen e pozitave, se kjo ashtu po kuptohet. Po është shumë më rëndësi ajo se si do të japim drejtim vendit të 4 vite të ardhshme. Kjo është primare. Pastaj bie çështja e përfaqësimit në nivelin më të lartë të institucionit vendit, që është presidenti apo presidentja e vendit. Nuk, për mua personalisht nuk është problem edhe po të jetë partijak, po të jetë një figurë që më të vërtetë e meriton. Mirë po kjo bëhet kur partitë politike ulen e bën një marrëveshje politike, edhe sa i përket kuvendit, edhe komisionet parlamentare, edhe resortet ndryshme të qeverisë dhe po ashtu presidentit, mendoj që marrëveshjet politike kanë këtë kuptim përndryshe, propozoj 500 euro në asnjë skalon. Dhe nëse ju kërkohet dhe kësaj radhe ta bëni një propozim si PDK për çështjen e presidentit, pra një emër për president, a do jetë PDK-ja e gatshme të ofrojë këta emra? Shikoni, kryetari i partisë është deklaruar që fillimisht Partia Demokratike e Kosovës do të qëndrojë në opozitë, do të bëjë një opozitë konstruktive, gjithmonë në interes të vendit, gjithmonë në interes të popullit të Kosovës, mirë, po nuk do të luaj me institucione të rëndësishme të këtij vendi. Pra, nëse kemi situatën që kemi pas herën e kaluar, normalisht qëndrimi ynë do të jetë i njëjtë dhe nuk do të ketë ndonjë lëvizje fare. Nuk do të ketë ndonjë lëvizje që i bie, nuk do të dërgoni emra? Absolutisht. Vetëm sa për ta plotësuar quorumin, jo, apo nëse ju kërkojnë dy emra, do të bëjmë ne gjë të tillë. tërkohën do të mundohemi që të japim kontributin tonë, që të kemi institucione, po kjo kontribut duhet të jetë kontribut parimor dhe duhet të kesh me këtë bisedash. Fatkeqësisht sot nuk kemi këtë bisedash. Nuk mund të bësh marrëveshje politike me një parti që nuk do marrëveshje politike. Ata e kanë propagandën, ata e kanë vetëm atë prezentimin në media, gjoja se janë duke bërë diçka, por në fakt nuk është ndodhur asgjë. U bën shumë ditë që nga takimi i fundit që ka pasur zoti Bedri Hamza me zotin Kurti, po ashtu zoti Abdigjiku me zotin Kurti, dhe unë s'kam ndonjë informatë që ka pasur ndonjë tentativë tjetër nga zoti Kurti për krijimin e institucioneve. Pra nuk ka pasur ftesa të tjera? Nuk kam ndonjë informatë, ndoshta ka pasur, por s'po nuk e di. Po ashtu edhe në bazë të deklaratave dhe zotëri Çalaj, cila është zgjidhja më e dur sipas jush? Dihet që vetëvendosja edhe me një pjesë të komuniteteve e jo shumicë duket se i arrin pra vetë numrat për konstim të kuvendit edhe për formim të qeverisë dhe numrat janë të nevojshëm vetëm për pjesën e presidentit. Por cila është zgjidhja, alternativa më e mirë sipas jush për të dalë nga ky ngërç politik? Që posti i presidentit të takojë ndonjëherë nga partitë opozitare apo atë çka mund të them që nga po them sot me qenësimin duke biseduar e gjerë në minutat e fundit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, mendoj që kryeministri i vendit, kryeministri i detyrë, duhet që ta shfrytëzojë maksimalisht, jo takime një herë në 2-3 javë siç i ka bërë, po për çdo ditë, ndoshta shumë herë në ditë, të takohet me gjithë ata që janë të interesuar që të bashkëpunojnë me lëvizje me vendosje, mënyrë të gjetë një zgjidhje. Pra, nëse don që sinqerisht punosh për me dhënë vendit institucione ashtu si duhet të punohet natë ditë pa ndërprej mënyrë që ta gjejë një zgjidhje. Por a duhet posti presidentit të takojë opozitës? Në mënyrë që një parti të mos i ketë 3 poste kryesore. Është papranueshme dhe është jo normale dhe është jo logjike që të 3 postet kryesore të vendit për presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryetari i qeverisë apo kryeministri takojnë një subjekti politik. Mendoj që kjo nuk i shërben demokracisë, por është e mirë që këto 3 poste që janë të jenë shpërndara ndërmjet partive të ndryshme që janë përfaqësuara në parlament në mënyrë që të ketë një demokraci jo e patë,
se çfarë vendime kemi pas të kaluarën, kur i kemi pas të 3 pozitat që i kanë takuar partisë fituese. Pra kemi pas edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryeministrin, edhe presidentin që kanë shkuar nga një subjekt politik dhe i kemi pa që kemi dështuar si shtet. Dhe zotri Qalaj, a besoni se Kosova nuk do të hyjë edhe në një cikël të ri të zgjedhjeve dhe vendi shumë shpejt do të ketë institucione të reja? Shpresoj dhe lutem që mos ndodh, po siç po shihet jemi duke shkuar në rrugë. Dhe kush pëson, sipas jush? Dihet populli i Kosovës askush tjetër. Por nëse mbahen sërish zgjedhje të reja, edhe partitë besoni se do ndëshkohen sërish nga duhet të qytetari? ketë një vendisim të zotit Kurti dhe të partisë së tij, se me kryenësi, me fjalor përçarës, me ofendime, nuk arrihet askund, po gjithmonë normalisht që duke luftuar për subjektin e vet, po duke respektuar edhe oponentët politik, në mënyrë që pastaj të lihet një urë bashkëpunimi për krijimin e institucioneve dhe për një bashkëpunim edhe për ecën tutje për krijimin e institucioneve dhe mbarvojtje të një përmirësim të jetës shtetare, thjesht. Megjithatë, ju e prisni pra dhe një reflektim, një parforme nga vetëvendosje, pse jo dhe ndonjë ftesë tjetër? Unë atë çka pres dhe atë çka lutem është që të ndërmarrë iniciativa sa më shumë në mënyrë që të gjendet një zgjidhje, koha po na shkon, ka shumë zhvillime gjeopolitike të cilat janë duke ndikuar edhe në jetën tonë dhe mendoj që nuk e kemi luksin që ne tani të qëndrojmë pa institucione veç viti i dytë nëse s'gaboj. Qartë, zoti Qalaj, falenderoj shumë që jepisi emisionin. Faleminderit. Është ndodhur të nderuar shikues me të tjera materiale gjatë